Mirëmëngjes Lili, në fakt siç e the edhe ti, pak minuta më herët kam rritur në ambientet e jashtme për t'ju drejtuar më pas edhe ambientet të brendshme dhe hollit të pritjes për të hyrë në seancën plenare edhe avokati i popullit Endrit Shabani, i cili tashmë është zgjedhur nga kuvendi me 85 vota dhe do të duhet që ditën e sotme të bëjë edhe betimin si avokati i popullit. Ndonse nuk është i përfshirë në rendin e ditës pra të bërë publik nga kuvendi i Shqipërisë, betimi i tij është thjesht një procedurë e nisur edhe nga njoftimi i fundit nga njoftimi i fundit i mëparshëm i bërë nga kreu i parlamentit zotit Niko Peleshi, por nga ana tjetër edhe nëpërmjet një njoftimi paraprak që pritet të bëhet para se të nisë seanca parlamentare ditën e sotme dhe pikërisht pas këtij njoftimi, pra para nisjes së rendit apo shqyrtimit të rendit të ditës, bëhet edhe betimi i avokatit të popullit, në këtë rast zotit Endrit Shabani, i cili mbriti i shoqëruar nga e fejuara e tij. Ajo çfarë vlen të theksohet është që krahas le të themi kësaj pike që në realitet nuk është e shkruar në rendin e ditës së kuvendit, të punimeve të kuvendit, janë edhe 11 pika të tjera të rëndësishme të rendit të ditës, përfshirë këtu edhe një mocion me debat i kërkuar nga Partia Demokratike dhe grupi i saj parlamentar për sa i përket kriminalitetit. Por ajo çfarë vlen të theksohet është që është një seancë e cila ndryshe nga herët e tjera ka thuajse të gjitha shenjat që mund të mos jetë në normalitet, kjo referuar edhe qëndrimeve që ka mbajtur Partia Demokratike lidhur me situatën e krijuar brenda majorancës dhe kërkesën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, njëherë është ministre të energjisë dhe infrastrukturës, zonjës Belinda Balluku. Pikërisht kjo pritet që të jetë edhe një prej debateve kryesore të ditës së sotme brenda kuvendit dhe siç e thash janë të gjitha shenjat që mund të mos ketë një seancë normale, referuar këtu nga ana e opozitës pritet të ketë një reagim të fortë ndaj majorancës socialiste, e nga ana tjetër, ashtu si kundër ne jemi mësuar të shohim që nëse nuk do të arrihet një konsensus dhe për zhvillimin e një seance normale, do të kalohet me njëherë në votim të gjithë projekt ligjeve apo projekt vendimeve të rendit të ditës. Kjo është ajo çfarë paktën është paralajmëruar nga të dyja palët, nga njëra anë Partia Socialiste është e vendosur që nëse nuk do të zbatohet rregulloria e kuvendit, do të duhet të kalohet në votim, ndërkohë nga ana tjetër Partia Demokratike, ashtu si kundër kemi parë thuajse në të gjitha seancat e mëparshme, i ka mëshuar faktit apo le themi kërkesave për procedurë, kërkesa të cilat kanë zgjatur të paktën në seancën e fundit më shumë se 2 orë e 30 minuta. Kësaj mbetet për të parë se si do të shkojë seanca, por nëse i referohemi edhe një herë rendit të ditës, unë do të doja të ndalesha një pas një në të gjitha le themi pikat kryesore të rendit të ditës. Pika e parë e shqyrtimit pas betimit të avokatit e popullit është projekt ligj për ratifikimin e traktatit të Riyadit për dizenjot dhe rregullat sipas këtij traktati bërë në Riyad më 22 nëntor 2024. Po ashtu pikë tjetër është projekt ligji për kujdesin alternativ në familjen e Republikën e Shqipërisë, i cili po ashtu pritet të miratohet ditën e sotme, projekt ligj për disa shtesa për ndryshime në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, një tjetër ligj i rëndësishëm që po ashtu mund të kishte, pra nëse seanca do të zhvillohet në normalitet, mund të ketë edhe apo mund të bëhet objekt edhe për debat. Pika e radhës së rendit të ditës është projekt ligj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për diasporën, i ndryshuar ky, dhe projekt ligj për vullnetarizmin, pika e mëpasme. Ndërkohë pika e 8 e rendit të ditës ka të bëjë me një projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për ndryshimet klimatike. Vlen të theksohet që thuajse të gjithë këto projekt ligje janë projekt ligje të kërkuara nga Bashkimi Evropian në kuadër të parafrimit të legjislacionit të vendit ton me ato të BE në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Projekt ligj për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve është projekt ligji i radhës në rendin e ditës, një projekt ligj që ka kaluar dhe është shqyrtuar në komisionet parlamentare në ditët e kaluara, projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për mbështetjen dhe zhvillimin e startupeve, edhe ky i ndryshuar, dhe mocioni me debat
në fakt është një emocion i cili është i vendosur prej disa javësh tashmë për të mbajtur pikërisht sot në 18 dhjetor, një emocion që në konferencën e kryetarëve u dakordcua mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste që të zhvillohej pikërisht ditën e sotme, pra me datë 18 dhjetor. Kishte një debat aso kohë për renditjen e tij për sa i përket rendit të ditës, pra Partia Demokratike e kërkonte që të ishte në pikën e parë të rendit të ditës pikërisht ky emocion me debat, por duke qenë se nuk pati një konsensus mes palëve në konferencën e kryetarëve, atëherë kjo u la në dorë të kryetarit të parlamentit Niko Peleshi, i cili e ka parë të arsyeshme që ta vendosë në pikën e 11 të rendit të ditës. Ndërkohë, projektligji ky emocion me debat vlen theksohet që do të ketë në dispozicion 120 minuta debati, nga të cilat 71 minuta janë për grupin parlamentar të Partisë Socialiste, 30 minuta për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, 6 minuta për Aleancën për Ndryshim, 6 po ashtu për Partinë e Lirisë dhe për deputetët jashtë grupeve parlamentare janë të parashikuara 7 minuta kohë për debat në dispozicion. Ndërkohë apo pika e radhës e rendit të ditës ka të bëjë me një projekt vendim për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Institutit të Statistikave, pra të Instat. Pika e 13 është projekt vendim për miratimin e disa ndryshimeve në vendimin numër 28 datë 18/6/2020 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Dhe pika e fundit e rendit të ditës që pritet të diskutohet sot dhe të votohet nëse nuk do kemi një seancë normale, por në normalitet do të ishte edhe me diskutim edhe kjo pikë rendit të ditës, është projekt vendim për marrjen e organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve të administratës pas mbarimit të mandatit të komisionit të posaçëm të apelimit. Këto janë pikat e rendit të ditës për diskutim, është edhe pika e fundit që në fakt në vetvete është një pikë që e zakonshme thuajse në çdo seancë, pra diskutimet jashtë rendit të ditës, që jo rrallëherë është shfrytëzuar edhe nga deputetët për të ngritur shqetësime të ndryshme edhe nga zgjedhësit dhe jo vetëm, por këto janë ato pikat të dakordsuara apo të vendosura në konferencën e kryetarëve të fundit dhe të renditura më pas me sipas parashikimit të kreut të parlamentit zotit Niko Peleshi. Mbetet për të parë nëse do të kemi një seancë normale dhe shqyrtimin e të gjitha këtyre pikave të rendit të ditës, përfshi këtu edhe emocionin me debat, një kërkesë kjo e Partisë Demokratike për të mbajtur përsa i përket ligjit, përsa i përket situatës dhe kriminalizimit në vendit ton, apo do të kalohet, apo mund të krijohen debate dhe tensione nisur edhe nga betimi i zotit Endrit Shabani, që për Partinë Demokratike është i papranueshëm, pasi sipas tyre edhe firmat janë marrë jo për të qenë apo për të votuar për të zgjedhur si avokati i popullit, pasi nuk ka miratimin e tyre, por ishin thjesht firma mbështetëse për të qenë në garë, pra për të garuar, por jo si emri i përfaqësuar për tyre. Dhe e konsiderojnë zgjedhjen e tij si një thonjza, një hile e bërë nga majoranca socialiste, pavarësisht se vlen të theksohet që pavarësisht gjitha këtyre pretendimeve kanë qenë vetë deputetët e Partisë Demokratike ata që kanë dhënë firmën e tyre për zotin Shabani, ashtu si kundër edhe për 6 kandidatë të tjerë në listë. Duan të të pyes përsa i përket ashtu si kurse edhe ti e ceke opozitës ditën e sotme në këtë seancë, ndoshta të gjatë që do të zhvillohet dhe pritet të nisë në orën 10. Pra, cili është plani i opozitës për seancën e ditës së sotme? Kemi një plan, pra çfarë pritet nga ana e saj? Në fakt është diskutuar edhe në mbledhje grupi, por edhe në takimet e kryesisë së vogël të Partisë Demokratike që deputetët do të mbajnë qëndrime referuar këtu edhe situatës së fundit të krijuar me zëvendës kryeministre, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë zonjën Belinda Balluku dhe kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit. Dhe pikërisht ky qëndrim, le të themi, apo ky në një farë forme, një lloj vendimi ndonse i pashkruar për deputetët për të ngritur shqetësimet dhe për
të denoncuar gjithçka lidhur me këtë çështje, duket që mund të krijojë pikërisht këto tensione që mund të çojnë edhe në një ndërprerje. Pra jemi në kuadër të thonjza të një paragjykimi të seancës parlamentare, pasi për aq kohë sa ende nuk ka nisur seanca, nuk mund ta konsiderojmë si fakt të kryer ndërprerjen e saj, por referuar burimeve brenda Partisë Demokratike, por edhe brenda Partisë Socialiste, gjasat janë të shumta që nëse do të ketë debat dhe do të ketë tensione pikërisht për sa i përket kësaj çështje dhe të zgjatje me procedurë të debatit, mund të kalohet më pas edhe në votim direkt, duke shmangur, le të themi, të gjithë trajtimin e pikave të rendit të ditës sipas radhës. Përfshi këtu një lloj shmange mund të konsiderohet edhe nga mocioni me debat, i cili është kërkuar nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike. Ndërkohë, ka filluar mbërritja e deputetëve, qofshin ata të opozitës, por edhe të mazhorancës, ashtu sikurse ne thamë që Endri Shabani, me sa duket, ka qenë i pari që ka shkelur në seancë ditën e sotme. Në fakt, pak para Endrit Shabanit ishte një deputet i Partisë Socialiste, i cili kishte mbërritur në ambient të brendshme të sallës së seancave. Po, dhe ndërkohë krahas zotit Shabani ka dhe deputetë të tjerë që kanë nisur të vinë në sallën e seancave plenare, kjo edhe për shkak se Partia Socialiste ka të parashikuar apo të paralajmëruar një mbledhje grupi parlamentar që pritet të zhvillohet në orën 9:30 në kuadër të gjithë asaj çfarë pritet të ndodhë në seancën e sotme. Pra, qëndrimet që do të mbajë kjo forcë politike, në debatet që do të bëhen dhe gjithçka tjetër rreth seancës plenare. Pra, këto do të vendosen apo do të ridiskutohen, pasi ka patur edhe mbledhjet e tjera të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por do të ridiskutohen dhe rishqyrtohen edhe një herë në mbledhjen e sotme që është parashikuar për orën 9:30. E qartë. Unë të falenderoj, Bekim, dhe të uroj pa ashtu që të kesh një ditë të mbarë ditën e sotme dhe mund të kërkosh linjën nëse kemi zhvillime nga jashtë ambienteve të parlamentit derisa të nisë seanca plenare.